Hello! Përshëndetje! Oh, zot, sa e kuqe kjo studio Ja, sot. e kuqe shumë është e veçan. Iç me ndi kredi tani mban. Po të si veshur dhe me të kuqe? Kisha hall që do të rboja edhe Demat? Demat. Bravo. Se është dem? Fubana. Nuk e di. Jo, thjesht e kuqa të rbon dhe demin. Jo, më thënë, nëse ju nuk po na shihni, po vetëm po na dëgjoni, Megli është me një tuftë të madhe trëndafilash që i numëruam dhe janë 70 trëndafila të kuq me bishta të gjatë në studio dhe duam të dim më shumë. Megli, kush është ky adhurues sekret? Nuk ka një arsye pse është një adhurues sekret. Come on, se e ke letrën. Wow. E ke letrën aty sa unë kam. Di vetëm që këto lulet kanë ardhur specifikisht prej një episodi specifik të Pamanual. Më lër ta Që gjej. është? Dhe një që kemi sharë. Këto që shahem vazhdimisht që janë shumë. Një specifik që ndoshta s'kemi shara shumë, që vi fol për krahinat, po unë nuk mund të them më shumë. Kemi sharë aq shumë. Që Si nuk s'kemi do na sharë aq thuash? shumë. Nuk e di çfarë do të thuash me s'kemi sharë aq shumë. Ti Megli nuk do na thuash nga cili qytet vjen ajo buqet? Mund të them që është nga Veriu. Asgjë Ama më shumë. thuje tani qytete. Shko, Ka i bie. thuje qytete Nuk tani. janë nga Kosova. Oh, Gjysma e së sezoni i ri. keqes. Imagjino, po thuaj tani nga janë. Asnjë Thuaj hint, që ta na duhet një përshëndesim, hint. emra nuk do japim, po thuaj tani ta përshëndesim gjithë çunat e. Ishte një përshëndetje speciale nga fansat Çunat e Laçi apo Laçi, po, Laçi, Para Laçi. E po s'është e vërtet. Ja, që Shikoj, s'është janë e vërtet. romantik. Ja romantik. që nganë dhe goxha romantik. Sa i bie ka xhuma atë buqetën? 70 trëndafila herë 5000 lekë trëndafili se ka bishtin e gjatë. I bie ka xhunja 350 Ja lekë. shqiptar, ja shqiptar mesatar. po jo më Jo, shumë mirë. sa të bukura lulet. Ore dhe shumë bukura, po sa ka Një- harxhu? Ishte edhe po, se ishte surprizë, ishte surprizë, unë nuk e prisja. Oh, Lule të tilla pacim. Faleminderit. cute. Shani, kjo ka një moral. Unë mendoj që çunat sa më Kurse- shumë të shash, aq më shumë të Duan, duan. e vërtet qëndron. Kështu që mos u ndalni. Pasi mbaruam me këto deklarata të tmerrshme që meshkujt janë romantik, mund të vazhdojmë me çfarë do flasim sot dhe Çfarë janë tjetër meshkujt? Për vetë romantik. Të njëjtë. Meshkujt janë të njëjtë. Mashtrus. Po, dhe thën kjo, ne kemi bërë një pyetje shumë interesante që do thoni ju cila është pyetja. Cila është gënjeshtra më e madhe që ju ka thënë një mashkull? Një feshkull. Për një feshkull. Nuk ka shumë, në fakt. Jo, as pak, absolutisht. Jo. Meshkujt janë shumë të vërtetë. Meshkujt janë një gënjeshtër që eci. Asgjë s'është reale. Cila mendoni ju që është gënjeshtra e parë që dëgjoni shumë shpesh? 1, 2, 3. Të dua. Mos. Absolutisht. Mos. Dua pastaj Është gënjeshtra Më e përdorur. besueshme. Dhe më besueshmja, po e vërtet. e besueshme, besojmë deri në fundit, po vijon dhe me ti je vetmja për mua, nuk kam sy për njëri tjetër. Ti je nëna e fëmijëve të mi. nëna e fëmijëve të mi. Absolutisht. Është dhe ajo tjetra, ti je vetmja femër në këtë planet për mua, dhe çfarë foto, po ne tjerat ku do jetoj? Jo, mos harro, nuk kam dashur kur askë si ty. Tani kjo ishte Gënjeshtra radhës. Kjo ishte një tjetër që më ka vdekur ishi në një aksident dhe ndërkohë e vdekura u ringjall dhe më shkruajti mua. Pra ti tipit i kishte vdekur ishi dhe ajo nga varri ka marrë telefonin dhe i ka shkruajt, kësaj i ka thënë unë të shoh ty që je me Moj, nuk është normale, ai mund ta gënjej, mund ta ndar. Nuk e di, çdo lloj gënjeshtre e mundshme, po pse duhet të shpifësh njerëz që kanë vdekur? Është e frikshme. Ku arrin një mashkull? Ajo ka vdekur dhe ku në një aksident. E kuptoj, edhe specifikon se nga çka ka vdekur. Ndoshta ai unë mendoj e don ishin akoma, si mendon ti dhe ka dashur që ta kamufloj kur mendon për ishin. Absolutisht. Edhe i uron qanë për vdekjen. ishin. Jo, ai mundi duke qap për ishin dhe i thot kjo, pse po qanë? Dhe thot po qaj për ishin. Thot po pse se ka vdekur në një aksident dhe ka thënë pa dashje dhe ka Më duket ngjesh. shumë, më duket e bëshme. Totalisht. Do kthehem, më prit, kishim 5 ditë bashk. Dhe nuk u kthy. Tani nga kjo goca, edhe kur kam postu dua një histori, do kthehem nga ku? Ku ishte? Ku iku? Ku iku? Ku shkoj? We wanna know. Po Kishim dhe 5 s'u vite them më bashkë. kurr.
Iku të blej qumësh. Mo tani 5 vite gjithë e prisin deri diku. Në Moj një do pikë. kishim 5 vjet bashk, po ku vajti i uruari që ta preste se e prestin bashkarisht. Ndoshta ka shkuar jashtë. Ose në burg. Ose ka rap mren. Karamren. Po s'është kthyer. Ja, nuk karamren. S'ka nga burgu dhe zgjodhi kjo e priti gazeti, më të gjesh dashnore në burg. Kjo Ja, është. ose nuk bë. Nëse me çka ka ndal emra vërdall. Është një Barceleta, aman gjatë. Ishte një burgosur edhe u aratis ka burgu. Okej. Edhe u aratis në orën 5, kur e shpi në orën 8. I thotë gruaja më fal, unë të ka pa lajme që i aratis në orën 5, u kishin 3 orë. Dhe i kthehet në burg prapë. Kështu që mund të çon ky rasti. Dhe njerë problemi e ti vetë. Nëse ti e problemi futu në burg. Me kam dëtuar. Gënjesha tjetër është nuk të kam rrit asnjëherë. Fjalën e rren e ka pas domethënë gjithkohës. A ka thënë mbrapa më vdekshin ropt? Më vdekshin ropt, nuk të kam gënjur kur. Vulën. Absolutisht. Jam beqar. Kështu e ka shkruajtur. Jam beqar. Që shumë dhe nga studio. është klasike dhe kjo. Absolutisht. Domethënë, atë e pret gruaja me 2 fëmijë ndarkë dhe është beqar. Në Instagram është beqar. Ai bën sen. jashtë të ka njerëz që identifikohen si qen. Pse ai mos identifikohet si beqar. Shtonte në Instagram vajza dhe më thoshte i kam kushurira, rrini jashtë shtetit dhe më ka thënë mami që duhet u rri. Mirë. Niveli i kreativitetit 10-10 ju beton. Po si mund të shtosh her pas here në Instagram, domethënë ti rri një javë dhe gjen në një kushërir të re. A nuk ka ndodhur të shkosh me ai dastëm ku ke qenë më vogël e thotë ma e ke kushuri, se mos martoheni bashkë nesër pas nesër po ngacmoheni. Më ka ndodhur më dhe mami, shifi këtë gjithë ke kushuri. Se mos ngacmoheni, se snifeni. Pyetje, a mban mend ti ndonjë nga ata kushërit? Absolutisht. Më gjen gjumën e garrige me shumë mundësi. Unë mendoj që do të bëjmë një episod për të gjithë gënjeshtrat që çunat thonë kur ne pyesim kush është ajo goca. Absolutisht, mbajni shnim këtë. Po ne do mbaj. Po vetë mbajni shnim e stafi. Dua pak pauzë, është më mira për të dy. Absolutisht. Pauza kishte brenda një bjonde dhe një flok kuqe. Qa goxha pauzë. Mega pauzë. Super pauzë. Pauzë me goxha potencial. Janë këta çunat që mendojnë që pauza do japi zgjidhje, do shërojë çdo gjë në lidhjen e tyre. Ndërkohë mendoj që ndërsa ja ka kërkuar pauzën, ka qenë me të dyja? Patjetër, me të dyja vetë vesh dhe jo në të njëjtën kohë. Unë mendoj që ka qenë me të dyja bashkë. Me të dyja bashkë. Ka qenë në studio për manuale, me të kuqe. Red room, okay? Je vajza e ëndrave të mia. Por unë për momentin kam rënë pak në depresion dhe nuk rritot në lidhje. Je vajzë ëndrave të mia, por për momentin nuk po shoh të ëndra më edhe ngelëm këtu. Për momentin dukesh si mak. Shikoj se ndoshta vajza është mërzitur, po janë shumë fan edhe ju keni qeshur vetë kur i keni shkruar. Ka shumë mrapa. Në mes të gjithë këtyre gënjeshtrave që janë legjendare, po t'ju bëja unë një pyetje juve si goca. Kur mendoni ju që jeni gati për t'u rehatuar me një çun? Po e them rehatuar, settle down. Kur është fiksa i momenti që ti e kupton që ka ardhur kohë, dua të futem lidhje serioze. Kur fillon dhe ke dëshirë të shkosh te fallxora një herë në muaj. Duket sikur po e kërkon. Ajo thot po nuk shoh gjë më xhan, po shif mirë aty mos del na një me kët gërm. Jo, po me kët. A ka ne gërm përgjithësi? Jo, qoftë edhe zh. A ka ne gërm? A bësh kështu? Jo. Kjo është shumë përqeshur, por mua nuk më duket më përqeshur kjo puna e fallxores, duke qenë se në ndjemin e pa manualit çdo ditë të Perëndis ka ndaj gocë se thotë më lutem më jepni numrin e fallxores 21-shit dhe është çmenduri, domethënë mua më frikson. Fallxore do ta ndaj përqindjet ne aksionere. Jo, është realisht nuk duhet ta di që ishim ne radh parë. Do ja kem treguar, gjitha gocat që kanë shkuar do ja kem treguar. Gjesi kur është momenti që unë mendoj, e kam shumë specifike sepse unë i urrej të bëj punë të shtëpisë dhe unë mendoj që unë do bëja settle down, pra do isha gati për diçka më serioze, kur të më bëshin me qef punë të shtëpisë. Ndoshta ajo është shenja e vërtetë. Nuk do ndodhi kur. E gjete sekretin.
Se kur I kemi thënë, jo, duhet të ndalosh të kërkuar që të vi bukur tani, do thosh Do filloj të doj punë të shtëpisë. Po, zgjodh çdo ditë thuj para pasqyrës, unë vdes me punë shtëpie. Unë vdes me punë shtëpie. Për ta thënë e them unë, edhe për të bërë them unë, ti bëj. Bëj pra. Jo, duhet ta besosh. Gjetëm formulën. Dëgjoj. Momenti që ti duhet të reatohesh dhe të bësh settle down me një mashkull, është fiks momenti kur ty nuk duhet të të pëlqejnë më bad boysat dhe fuck boysat, sidomos nga te Pelena e dashur. Ky është momenti që ti do ta kuptosh, ka ardhur koha që ti të bësh. Pse s'më lind në fluskën time, të mendoj që unë ndryshoj një fuck boy. Pse? Okej. Kur është momenti tjetër Megli që e kupton që duhet reatohesh? Kur do të dalësh dhe gjithë shoqëria është duke bashkëtuar, martuar dhe s'ke asnjëri dhe thua diçka, po miro do dalë unë tash. Vetëm martume ta kem shokun e jetës të dalë për ditë. Me vërtet. Mendoj se fundja po mos desh, po mos të duash të dalësh me partnerin tënd, kë do duash? Me shoqe që të hapin telefonin, që janë zhdukur, që nuk e di ku janë. Një djalë tek pyetjet që ne kishim bërë, pra këtë pyetjen kur është momenti që kalosh marrëdhënien në fazë serioze, ishte përgjigjur tekstualisht. Kur partnerja kërkon me ngulm derisa bëhet histerike. Ishte përgjigje nga një djalë. Qëndron, është shumë realiste. Nga te Pelena ishte. Është nga te Pelena, po imagjino të shkretës se do ta prekim pak më vonë këtë pjesën, po janë mirë. Unë mendoj më fal, po kur të hahet për dy, mua më ka ndodhur kjo. Çfarë do të thon kur të hahet për dy? Se ke parasysh të hahet shumë, po të vjen zort, por sisësh për dy dhe han dhe ushqimin e partnerit kur ulesh në tavolinë. E mandhe me muhabet. Aty del mirë, e kupton? Edhe çit po ç'a bëhet tani nga puna, mirë fillon ul kokën ai, edhe ana sjellta se dhe ai. Mirë, është periudha që ti fillon shëndoshesh i çik se ke zënë rahat, e kupton edhe? Atëherë kupton. E kupton. Vërtet? Që duhet martohesh. Unë mendoj ngele, iku me ky. Ushnoshe. Mirë, tash unë mendoj se në këtë ekonomi kanë ardhur punë tek shtëpia, kushtojnë faturat shumë, duhet ndar, do martohesh. Do martohesh. Me vërtet? Kushtojnë faturat? Kur je drita u internet, se ka keq. Qëra, nuk e ka keq. Më shumë, nuk e ka keq. Po e konsideroj. Mua më vjen një mendim që nuk e di a duhet ta them se nuk do dukej etike sot siç jemi bër, po e ke parasysh? Ne hipëm për mbi të Belen, ti duket etike kjo. Vetëm për mbi lajfiz që. Gëzuar mbi lajfiz, lajfiz mo. Premium Rose by Lajfiza. Zot. Keni parasysh atë momentin që ti je aq rehat, je shumë rehat. Pra, qa të vjen natyrshëm, e nxjerr. Do them gazrat, edhe kur goja apo dhe nga të duash ti. Dhe ai është momenti kur ti lëshohesh lirshëm kudo, është fiks momenti që ti thua ky është burri im i jetës. Dhe kur ndodhi kjo, mund të ndodhi çfarë do lloj gjëje, dua të martohem me të. Ky është momenti që lëshohesh pa dur. Literalisht, domethënë lëshohesh mirë. Come on, është gjë shumë e rëndësishme se ti kur je në fazat tua të fillimit, ti je shumë kështu, të lutem, fshihesh me atë pecetën kështu, u vrapis, ndërsa kur je atu me wow, ja as nuk të intereson aty. Edhe aty fustani. Por do jem burri nga stani. Për janë fustani. Hapi çik do drita. Është fiks momenti që ai është burri jot i jetës. U bë ky moment. Seriozisht, goca. Kur mendon ju që do ishit gati për të hyrë diçka më serioze? Ju personalisht, si goca. Nga ana juaj. Shumë e thellë si pyetje. Është gjao. Në çfarë karakteristikash vëreni ose kur e kuptoni, kur është ai momenti që ju të dyja e kuptoni që unë me këtë do martohem. Martohem. E di kur mendoj unë që është fiks momenti që ti do kalosh në një fazë më serioze të marrëdhënies tënde, kur ti ke mbaruar me të gjithë eksperimentimet. Pra, ka mbaruar edhe faza e adrenalinës, e atyre eksperimenteve, atyre mëngjeseve të vonta, party, festa, çdo gjë që ty të sjell adrenalin, dhe ti tani mendon në afatgjat për objektiva më karriera, familja, ku di unë. Pra, settle down, është fix settle të krijosh një gjë më afatgjat në jetën tënde. Ka mbaruar ajo
adrenalina atyre momenteve që Po kalojnë. ti çfarë të partneri për shembull që thua unë me këtë do krijoj diçka. Kur është ai momenti që ti kupton vet? Nuk ka një moment specifik ose nuk ka një gjë specifike që ti vëre, mendoj unë. Është thjesht gut feeling. Ke parasysh një ndjenjë që ti e ndjen në stomak. Që kupton që është i duhuri. Ai është i duhuri. Dhe në momentin që ti nuk e ke këtë, unë nga eksperienca do thoja që ai nuk është. Domethënë, ai që ti do doje të kaloje jetën. Paka shumë edhe si i duhuri, edhe thënë kjo nga një njeri që vdes për filma romantik edhe beson në dashuri me shikim të parë. Mendoj që i duhuri dhe kjo settle down është pak imponim shoqëror që unë mendoj që ka njerëz që kanë fatin ta gjejnë të duhurin, mendoj që ka njerëz që kanë fatin të gjejnë partnerin e ëndrave, të gjejnë, domethënë, se më ka thënë dikush që nëse do të dish se kush është i duhuri për ty, thjesht imagjinoje a është ky personi një nën ose një baba Për fëmijët e tu. Po, absolutisht. Dhe kjo bën shumë sens, por ideja është që jo të gjithë e kanë fatin, ndoshta sepse është vënë një cikël kohor që njerëzit kanë këtë fatin, pra ti mbaron shkollën, bën mbaron universitetin dhe është koha to settle down, se je shkolluar, ke një punë, duhet të gjesh një burrë, të bësh një fëmijë. Dhe mendoj që kjo është pak një i ka vënë edhe femrat, meshkujt nuk e di sa mund ta hanë presionin vetëm nëse e hanë presion nga familja që duan që të keni nuse. Janë këto familjet e ngritura që kanë, do të thonë që ke nevojë të kesh një nuse më shumë për imazh se të rrafojnë pastaj lart e poshtë. Shoqëria ka vendosur një standard që ti duhet të rehatohesh, po e themi në shqip. Po me kohë. Patjetër. Po ti vet kur do rehatohesh, kur do e kuptoje. Po do dal aty, thjesht kisha një mendim një parantezë. Unë nuk mendoj që ka një kohë kur ti e ndjen që je gati, mendoj që njeriu të ketë sa gjëra në vit, si stabiliteti ekonomik, të kesh një punë të mirë që të jep siguri financiare që nesër pas nesër nuk mund ta humbësh ose të ngelesh pa lek, të ngelesh tjetrit si barr, pavarësisht që bëre settle down me atë. Edhe mendoj që nëse ti je shumë okay me veten tënde dhe ti kesh diskutuar ca gjëra përpara, nuk e besoj këtë që ti thjesht zgjohesh një ditë dhe e kupton nëse nuk e ke folur, se mund ta kuptosh dhe pastaj të pendohesh, edhe na jeni nga egzaltimi tepër. Çfarë ke folur? Që për shkak a ke folur, a jemi gati, a jemi gati ta marrim këtë hapin, pa duhet ta flasësh. Nuk mendoj që e flet fare, mendoj Edhe që unë shumë mendoj. pra nuk mendoj që zgjohesh edhe e flet, ose nuk mendoj që flitet fare. Ti thjesht e di kur e njeh këtë personin. Pa Megli thotë që e flet, e Jo, komunikon. e di me personin, pra unë e ndjej që këtë personin e dua, por ta flasësh a jemi, se na herë duket edhe sikur po e merr. Pra nëse unë të them ty do bashkëjetojmë ose ta marrim si hap këtë gjën, po sikur për shembull ai ta ndjej këtë gjën me ty, po nuk është gati, për shembull nuk e shikon marrëdhënien atë fazë që të bashkëjetosh. Çunat janë një çik më të avasht në E vërtet kjo, hapave. e vërtet, Se gocat janë më të sigurta dhe duan gjithmonë atë sigurinë, ndërsa çunat është pak më e vështirë të thonë i pari dua të bashkëtoj. A vetëm nëse është aq rehat Edhe sikur ti je rehat. Ti je një gocë që ai ka gjonat gati, i gatun dhe thot nga mami po iki te kjo. Po qëndron. Ta preka pak këtë të Meglit, që the kur arrin një periudhë që ti je mirë financiarisht dhe ke çuar ca gjëra në vi. Me këtë jam aq sa jam dakord, aq edhe nuk jam dakord. Se për shembull un kam dëgjuar shumë çuna po dhe goca që për shembull thonë që shiko se unë do bëj lek në fillim dhe pastaj do gjej dikë që është për mua. Dhe në këtë rrugtimin e tyre të bërit lek, qëllon që kanë humbur shumë goca të mira dhe shumë çuna të mirë, sepse kanë vënë një limit në kokën e tyre. Po ka diçka që ngatron të bëjë lek me stabilitet, sepse unë nuk e di, po në Shqipëri të paktën ose për momentin edhe njerëzit që unë njoh e merr rrogën dhe ajo rroga është për të jetuar. A jeti gati të kesh dikë për të bashkëtuar kur nuk ke, për shembull, të ke një rrogë e cila të mbaron pa mbaruar muaj? Qëndron, po dhe ky stabilitet ju të dy bëheni bashkë, ti mund të unë s'po them do bashkëtoj kur të kem bërë un lek, edhe tani ti e mund jo në atë stad, është thjesht ti ke punon për të mbijetuar, për të jetuar dhe ke një stabilitet që nesër pas nesër nëse ti ikën nga puna, nuk mund të jetosh ti ta paguaj ai gjithkohës që ran derisa të gjesh ti punë. Sa do ti që ta marrësh seriozisht të marrëdhënien, nuk e di nëse po më kuptoni. Sa gati je ti ta marrësh këtë hapin, pavarësisht këtyre elementeve të tjerë që ndikojnë. Gjendjes financiare. Unë mendoj, ta kthej pak në humor, unë mendoj që unë do isha gati që të kisha diçka më serioze, kur do e kuptoja që s'do e kontrolloja telefonin edhe kur ai nuk do ishte aty. Absolutisht kjo është një gjë që nuk duhet ta bëj. Do të thënë nëse ai ikën dhe unë nuk e ndjej të nevojshme të kontrolloj telefonin dhe
ta shoh kështu si me stil, se kam mësuar kodin normal. Atëherë mendoj që isha gati. Nuk e mëson kodin. Zakonisht kur jeni në marrëdhënie të shëndetshme, ju të dy e dini kodin e njëri tjetrit, thjesht nuk e ndini të nevojshme për të futur për ta kontrolluar. Atë kupton, po. E vërtet, plus përveç kësaj, un do mendoja shumë që isha gati për diçka akoma më serioze, kur e shoh shumë mirë dhe shumë qartë që personi që un kam përballë, partneri im, ditë komunikoj shumë me mua. Dhe komunikimi është so seksi. Kjo është kur ju të dy ndani të njëjtat vlera dhe këndvështrime. Që çallo me atë gjën e parë, po s'ka. Qartë. Pra, komunikimi it's so sexy, teksa unë kontrolloj telefonin atij dhe ai më bërtet kimoj e smur prap ma more telefonin. Ja do të thotë zemër, po më kontrollon telefonin. Më të vdesun, a do edhe laptop? Është okay, nuk ka problem. Nuk funksionon kështu. E di ti besoj. Okej. Shikoj. Shumica e gocave, më fal me këtë them dhe këtë. Shumica e gocave dhe kur them shumica e gocave këtu fuz dhe veten time. Ka periudha të caktuara në jetë kur ti absolutisht nuk ndihesh gati çdo që të kesh afër. Mund të kesh afër njeriu më të mirë në botë, dhe ti nuk ndihesh gati shpirtërisht, mendërisht, sepse i ke vendosur vetë tënde ato që dhe ti the ca limite që dua ti kap dhe ti arri. Por, shumica e gocave dhe unë e shikon këtë lidhjen serioze si një privim nga liria. Pra, duket sikur po ju futet ti kësaj lidhje serioze, do humbasësh lirinë e të qenurit vetvetja. Dhe fiks në momentin që ti nuk e shikon më marrëdhënien me këtë tjetrin sikur do humbasësh vetveten dhe do humbasësh lirinë, mendoj që është momenti që ti e kupton që kjo gjëja mund të vazhdojë. Po, unë mendoj që të bëjnë çunat, sikur do humbasin lirinë. Prandaj kam frikë thonë që po jam gati. Domethënë mund ta mendosh, por pastaj varet edhe se si e ke partnerin në krah. Se lirin si individ, pra them lirinë të bërë gjërave që ti do, kur do, si do. Unë për shembull kur kam qenë e lidhur e kam pas lirinë, domethënë derisa pavarësisht që kishte ato ulët e ngritjet që pati momente që xhelozia është gjithmonë pjesë e lidhjes, por ti atë duhet të gjesh, pra unë e shikoj. Ky është problemi. Ne gjithmonë mendojmë që edhe këto planet gjitha bien poshtë, po ideja është ti e din kur ti këtë personin që ke partner nuk e sheh si partner, e sheh si shokun e ngushtë. Se ti e ke këtë shokun e ngushtë, pra shokun e jetës, më shumë se të dashur, burr, partner, se ne të gjithë jetojmë jetën për herë të parë. Do të thotë jeta është aq e bukur dhe pse unë do ta privoj vetëm unë dua t'u ftoj, do të marr çantën e shpinës, ta shes shpinë edhe të bëj një tur të gjithë Europës. Gjej këtë personin që ai do ta bëj këtë gjën me mua, se duke qenë se jeta jetohet për herë të parë, ku ka gjë më të bukur që të gjithë gjërat sido që të vinë i ndan me shokun tënd të ngushtë. Nëse kalon pastaj në stres edhe komunikimi dhe çdo gjë tjetër thjesht ndau, duke e komunikuar. Me që komunikimi është seksi, edhe mos zgjidh atë. Unë jam gjithmonë gati to settle down, dhe për mua kjo është problem. Se tani unë nuk mund të pres. Ti merr marrëdhëniet shumë seriozisht. Po, unë dua diçka serioze dhe unë dua në kokën time të gjej patjetër një çun që do diçka serioze, ose të bëj një çun ndoshta me zor, që të ketë diçka serioze me mua, po kjo është problem se jam 21 vjeç. E kupton? Do të çau drejqin. Kemi arritur në. Dhe për mua kjo gjëja më duket okay, po sa presion mund të për palën tjetër. Dhe sa presion mund të jetë komunikimi është seksi, mos t'ja thuash për që në fillim tash se ndoshta ajo gjëja vjen gradualisht. Ndoshta ai nëse ti nuk ja thua që ditën e parë që po ndoshta është frika e zgënjimit, po kam fjalën që un kam arritur të kuptoj po shpatë në dorë. Se ai nuk ai do të dalë me ty ti, unë dua lidhje serioze, ai do stepet. Por ndërkohë ajo e ka në sensin që çfarë do lloj marrëdhënie që futet, nuk i futet me idenë që dua hajde dali ku dali, diçka të shkurtër, u martua, pastaj është më tjetër, po edhe ky është ky e dim që është problem, se jo që ne të treja nuk kemi as problem, se secila ka problemet e veta, nuk është se ti je terapia 101. Po për shembull, unë mendoj që një gjë interesante do ishte që mos të mbi mendonim. Dhe për shembull, un kam njoft një çun që e kam në lagje. Çun të i madh, domethënë se ai më ka thënë, "Mik, të betohem, të besohet ta që unë çdo lidhje kam bashkëtuar." I thashun, "Si ka mundsi?" Unë dilja 2 javë dhe i thoja të kam ble furçën e dhëmbëve, i thoja edhe ta kam vënë në banjo, me çdo lidhje ta kam bashkëtuar. I thashun, po si ta marr vesh unë nëse dua të jemi lidhur me atë apo se pata në shtëpi. Thonë më duk shumë interesante. Interesante është pak. Sepse ai tha, "Të harxoj un kohë në lidhje", tha. Sa vjeç ishte? Edhe mastaj ai tani është 41. Nuk ka rëndësi. Ka gjetur gocë?
Po, ka bërë dhe fëmijë. Okej, urim. Mirë, qëndrone, pas ka gjetur, pas ka ecur eksperimenti. Ka ecur eksperimenti. Po, eksperiment social, ja doli, po ishte ishte dhe shumë fani. Tha, unë tha, do të testi parë, tha, shkon me pushime. Shef, atë pëlqen, atë duron dot, apo është e bezdishme, knaqesh me pushime, knaqesh aq shumë sa I thu kur ktheni nga pushimet, hajde me gjithë valizhet e shtëpia ime, edhe kështu e testonte dhe një lidhje ka qenë goxha e gjatë që I ka zgjatë, domethënë. E ka testuar Qëndron, po është kjo që thash unë çfarë që ne nuk e kuptojmë dot se sa presion është për palën tjetër në momentin që ne ja themi një X gjë. Dhe për shembull, gocë që kanë bashkëtuar me këtë çunin, kanë qenë okay, po ndoshta një gocë që mund të ketë qelluar aty, I është dukur presion që pas 2-3 muajsh direkt kalojnë bashkëtesë me këtë çunin, e kupton? Varet në çfarë pike janë. Janë edhe, do të thënë, nuk kanë qenë 8-20-at, kanë qenë Okay, po. kështu edhe mund të ketë nisë edhe një javë këtej në një shtëpi, një javë në një shtëpi, thjesht kanë qenë, ai është njëri shumë chill, edhe ndoshta edhe situatat kanë qenë situata shumë chill dhe mund të ketë nisë me humor dhe. Po mirë, ka një gjë sot, si mendoni ju, ky është bërë trend propozimi që I bëjnë çunat gocave apo ka dhe çuna që e ndjejnë për shembull? Faktin të propozuar këto videot glamoroze në Instagram, ul në gjunjë, I propozoi, më tha po, të lumbace, ku di unë, gjërat. Unë dua ta besoj që është e vërtet. Do ta besoj që ata e ndjejnë edhe duan të kalojnë gjithë jetën me të dashurin e tyre, dhe të dëgjojnë fjalën derisa vdekja të na ndajë në të mirë në të keq. A ka një kështu festkuse në gjë iku, ose pak alkool, ndoshta te hundot që të thellojë. U thellova. Është një romantike pa shpresë. Okej, po e vërtet. Ajo është thjesht një kontradikt që ecën. A bëjmë për hir të njerëzve që shohin? Thot mami im nuk ka. E vërtet. Që edhe mund ta bëjmë, po fundit është çdo gjë që po bëjmë tani që ta shohin njerëzit po e bëjmë, çdo postim. Sado që ty të pëlqen, po ty nëse të pëlqen aq shumë mund ta mbash edhe për vete, po ti do ta shohin edhe të tjerë. Është e pa evitueshme, po them edhe vetë, edhe unë kam bërë video për dasmën 2000, mos bëjmë tash në 2025, na nxjerrim Instagram e dorën kështu. Ai said yes. Po vdes për moment. Në BBF, kur u kam pas bë kasetat e videove, s'kam pas ku me nxjerr dhe ja tregoshin fare fisit, dhe kjo e mund dash. Është bërë pak trendi dhe nga jashtë kjo gjë, po unë mendoj se ka plot çuna që edhe nuk e bëjnë sot, do thonë çfarë thonë zemrat propozojnë, ti ulem unë gjuhën asaj të propozoj. Dhe është okay. Ka dhe nga ta çuna që e kanë përqafuar mirë si trend dhe thonë e mund vat më ulesh më në gjujmë si diçka për të bërë më shumë qefin të dashurës vet. Pra, e dashura, ai e kupton që e dashura vet e ka me qef ta bëj këtë gjë, domethënë t'ia bëj këtë djalin dhe thotë pse mos ta bëj të lumtur. Kështu që është okay. Unë thjesht mendoj që edhe kjo është marrë pak kulturë nga Amerika, sepse nga Amerika besohet, nuk e di mund të edhe nga vende të tjera, po nga jashtë fakti që këto propozimet, sepse ato kanë you propose, you get engaged dhe pastaj you get married. Edhe kalon në martesë, kurse te ne fejesa ka pas qenë që thjesht fejesa ishte që të shtëpisë time me shtëpisë tate takohen, e bën familjare, ishte gjys fejese dhe pastaj u martoje, nuk ka pas a do martohesh me mua kështu, do të thënë kaq të Më shkojnë qenë traditat atëherë, tani kanë ndryshuar. Tani çuna, ore një sekond, mund të ketë shumë goca që me vërtet as ato nuk duan diçka romantike që të ulen në gjunjë partnerët ose kush janë ato goca që janë shumë të dashuruara me të dashurin e vet dhe nuk duan që partneri t'i ulet në gjunjë. Nuk e di, po I dashur ingull të që t'jesh të ulesh në gjunjë si më I miri, I përgatitur. Absolutisht, absolutisht. Kaq. Tani ka një pyetje për ju. Si mendoni ju që ndihet ose si ndodh si proces kur njëri nga partnerët thotë jo, nuk jam gati. Kur njëri do dhe kur tjetri nuk do. Absolutisht në këtë rast, unë çfarë bën në këtë rast, si procesohet e gjithë gjëja. Shiko, nëse ti je me një këtu hyn shumë gjëra, njerëz se ka shumë elementë që duhen marrë parasysh. Periudha, sa kohë ke, etj, po themi një kohë të gjatë që kemë të, po. Dhe ky s'do dhe ti do. Po. Njëri nga partnerët nuk do, mendoni që lidhja duhet vazhdojë? Nëse ti nuk do të martohesh, pse dreshin po rri me mua? Orë unë të dua, thot. Po më do, po pse dreshin? Nuk kam gati të bëj fëmijë, nuk kam gati të docoj të shtëpisë. Po pse po rrim bashk? Për çfarë po rrim bashk? Jam shumë dakord. Mendoj që duhet ndahesh, zgjidhja është ndarja. Nëse nuk ndahesh në ato momente, ky është një element që ty të sjell ndarjen në një periudhë të afërt apo të largët qoftë. Sepse nëse ne të dy jemi bashkë, ndihemi shumë mirë bashkë dhe shohim të ardhmen bashkë, pse dreshin ti po thua nuk dua të martohem me ty ose nuk dua të krijojmë familje bashkë, ç'a ndodhi? Ky është mendimi im, ndoshta jam shumë tradicionale te ky mendimi që kam, po
Nuk do bënte sens. Mendoj që duke, do të thënë, është një motiv shumë i mirë për të komunikuar, nuk mendoj që është motiv ndarje, sepse ndoshta sidomos për shembull mund të ishte një person, pra mund t'ja kesh thënë që në fillim ti edhe ke thënë që unë s'dua të bëj fëmijë për shembull ose s'dua të martohem, edhe ai është nga këta tipat që gjatë rrugës ka menduar se do ndryshoj mendja sepse jeton në një univers paralel dhe ka ndodhur që kur ka ardhur momenti ti nuk prap i qëndron asaj atë vendimi që ke marr. Mund të diskutohet, nuk mendoj që pse një njerëz do të martohet është arsye ndarje. Po mirë, e diskutuat një herë, thatë, okay, do më presësh mua sa t'jem gati. Pas 2 muajsh kujtohet prap. Pas 3 muajsh, po lëre pas 2 muajsh. Pas 5 muajsh, pas 6 muajsh bëhet fillon prap kjo temë. Prap do e flasësh? Domethënë sa kohë jep kësaj marrëdhënie ti që nuk shkon drejt zënkave që çojnë në ndarje. Martesa s'është fare, domethënë që sa i do të martohet nuk ka jo martesa si institucion, po them të bërit bashk për një objektiv më. Unë nuk e quaj martesën. Thjesht ne u martuam në bashki, mos nuk më plas të shkoj të martohem në bashki. Mund të mbaj mbi emrin tim gjithë jetën. Ajo nuk plas fare. Ideja që ndron, jo më intereson fakti që martesa ndër shekuj është bërë si simbol që i bashkon më shumë dy njerëz. Është vërtet që është vetëm si emër martesë. Po ti kupton martesën si nënshkrim. Po pra kuptoj. Po martesa në thelb tregon që ti je pak më shumë i angazhuar dhe bër pak më shumë seriozisht gjën dhe je gati për një hap më shumë. Tani, çfarë drejshin do ti me mua kur nuk je gati të kesh diçka më shumë me mua, të martohesh me mua, çfarë do? Do të thënë ti me mua thjesht për qëndruar bashkë të lidhur. Ty e vërteton atë copa letrës martesës, këtë po Nuk më intereson të firmos të bashkinë, nuk më intereson mbiemri, më intereson ideja që ai nuk imagjnon vetëm martohet me mua. Kjo ideja. Një person që s'besonte martesa si koncept, po ju të dy bashkëtoni. Okej, atëherë pse unë s'do ta marr parasysh letrën bashki me emër mbiemër, pa do ta marri parasysh letrën bashki me mbiemër. E kuptoj, po komplet simbol po them, si simbol. Po flasim për bërjen bashkë si familje, se martesa është komplet një diskutim tjetër. Pra për fëmijët do dalësh njësoj është prap në një pikë. Tani fëmia është pak më ndryshe. Se fëmia është pak më ndryshe se është tjetër diskutim. Po te martesa shkon prap. Po jo martesa si institucion, pra martesa kur bën dy njerëz bashkë për objektivat e vet, se objektivet tyre ne të dy po bashkëtojmë jemi shumë të lumtur dhe ti zgjohesh një ditë bukur dhe thua pse smartohesh ti me mua. Ne po jetojmë bashkë. Po mirë, po më ka ndodhur të dëgjoj shumë raste, po them nga shoqet mia të afërta, që kanë menduar që kanë qenë në marrëdhënie serioze dhe kanë qenë shumë të lumtura ashtu siç ishin. Kur i bënin të dashurit pyetjet, po s'mirë, si do vazhdoj kjo e jona? Kishin 5 vite bashkë. Kupton? Shumë rehat. Asnjë lloj problemi. Kur e pyesje, po, ky është mashkulli im, me këtë do vazhdoj jetën. Erdhi një moment që me kalimin e kohës, vajza, se zakonisht vajzat janë ato që i bëjnë pyetje vetes, po mendonte dhe thoshte, m'fal, ç'a jam unë me këtë tipin dhe pse po rrim ne të dy bashk? Një hap më domethënë, një marrëdhënie kur është serioze, do patjetër një hap më shumë për të shikuar a jeni ju për njëri tjetrin apo jo. Dhe përfunduan duke u ndarë. Jo se u ziheshin, as se kishin ndonjë gjë që nuk shkonte. Thjesht sepse të dy bashk nuk kishin për të njëjtin objektiv, jo se s'donin fëmijë. Asë se s'donin martoheshin. Bashkëtonin. Po shumë bukur, pra ato e folën, ajo ja bëri pyetjen vetes. Jeta ç'është zgjedhjesh, ai e mori përgjigjen. Unë po flas kur mashkull, pse po rrin me mua nëse ne të dy nuk kemi një objektiv tjetër për të ndërtuar jetën bashkë? Pse po rrin me mua? Domethënë do që thjesht bashkëtojmë dhe të kalojmë dhe të jemi roommates, të ndajmë qiran. Jo, ne të dy, fakti që po rrim bashkë, duhet të kemi një objektiv më afatgjat. Kur jeni një moshë caktuar, se unë e thash, ka dhe nuk mund të thuash i gocë në të 20-at e hershme, mund të ndodhi që bashkëton thotë tash do vazhdosh jetën ti se janë fazat ndryshme, asnjë veten, karriera etj etj. Po unë tani që jam 28 vjeç, filloj të bashkëtoj me një çun, edhe pas një viti ose ku diun, nuk po I vendos kohë. Mos i bëjmë një pyetje që ku po shkojmë ne? Ti je 20 e ca vjeç dhe ti tani e njeh veten, e di objektivet. Ti nuk do të flisje me një çun që është në ajër, do ta kishe të qartë që në fillim se si është ai. Po ti nuk flet me atë djalin që në fillim, se unë nuk është se sapo njihem me atë djalin them shiko çfarë do martohemi. Shikoni që është mirë siç e bëj unë apo jo. Pyetë rrobat që fillim, nuk po them që në fillim, po them që ti e din ku është ai tjetri, pra në cilën stadij jete. Por edhe kjo qëndron. Po ti fillim fare merresh me ato tipin se thua ky që ka çunin mirë, ky më respekton, ky më do, edhe thua, okay, pastaj kalon ca vite me të, edhe thua që po bëjmë si vëlla e motor me këtë tipin, e kupton? Kështu ndodhi. Kështu ndodh përgjithsisht, e kupton? Është fillon nga gjë shumë e gjerë, është shumë e gjerë, po unë nuk mund të flas për diçka që nuk e kam provuar, unë kam qenë në lidhje, doja të bashkëtoja, ndodhen gjëra të tjera, pastaj unë u ndava.
po nuk e kam cekur dhe nuk mund të them që unë tani do t'i thoja atij se ndoshta mund të ndodhi dhe unë ta ul të them dua diçka të vjen natyrshëm, të vjen natyrshëm. Unë nuk e shoh veten, as nuk e kam as fare në panoramën time, as bashkëjetesën, as fëmijët, as martesën. Duke qenë se nuk e kam në panoramë, nuk e konceptoj dot, nuk e di në do ulesh edhe t'i thoja pse s'martohesh ti me mua dikujt, se nuk e konceptoj dot ta nxjerr si fjalë. Se nuk do të kërkoj ku jemi. Jo, çfarë po bëjmë me njëri tjetrin, sepse kur ju jeni të dy njerëz të rritur, keni të njëjtat objektiva. Çfarë jemi ne ti? Jo, çfarë jemi ne në fillim? Një sekond. Çfarë jemi ne? Ti nuk e pyet dot muajt e parë. Pas do të pyes çfarë jemi ne ose do kuptohet shumë qartë. Po ti kur bashkëton 5 vite, do të bërë pyetje ku po shkojmë. Si drejshën mos të pyesim ty ku po shkojmë. Kur ne kemi 5 vite bashk, po them 6 vite dhe nuk të pyes kam unë ty ku po shkojmë ne, patjetër që të pyes. Unë jeta ime nuk më vjen dy herë. Unë jam 28 vjeç, nëse ti realisht me mua nuk ke objektiva që ne të dy të shkojmë përpara dhe të bëhemi njerëz të përmirësohemi si njerëz, të avancojmë si njerëz të dy bashkë drejt objektivave që ne kemi, mos rri me mua, mirupafshim, shkoj gjë një tjetër. Ti kushton objektivave që keni të dy bashkë. A është ky njeri i duhur i për ty ai që do lidhësh jetën, do i bësh vetes dy pyetje. A e dua unë këtë njeriu çmendurisht? A është ajo që tha Megli i Shpar, a e shoh unë këtë njeriu si babain apo nënën e fëmijëve të mi? Dhe nëse pyetja është direkt po, atëherë ky është i duhuri. Nëse ti merr kohë për të menduar a është ajo, më vjen keq, po nuk është për ty dhe pse harxhon vetes tënde kohë? Do thjesht të bashkëjetosh, merr një roommate, gjej një sex and go, have sex and go. Domethënë ky është qëndrimi që kam unë për këtë gjë. Kështu e mendoj. Po pse ku po shkojmë ne gjitha këto, sepse e ve pak në presion tjetrin. Më pra, po nëse unë nuk e pyes pas 5 vitesh ku po shkon ajo, në këtë pikë kur do quhet mos vëni në presion se unë se kuptoj. Ton ku e kam atë, që po thoshe hajde vëm letrën bashkime që ty t'intereson. Që ti bën këto muhabete, ik fare, jeta është për zgjedhjet, gjithë zgjedhjet që ne bëjmë në jetë. Domethënë janë ato që ne na mundsojnë gjithë rrugtimin ton të jetës. All about choices. Ti nuk mund të imponohesh tjetrit se voti firme me mua në bashkinë nëse nuk është më imponim, është fakti që ai nuk e merr dot diçka. Më për çfarë po vini bashkë? Këtë gjë që kemi bashkë. Kur ti do duket të në një hap më serioz martesa, çon valla. Kur ti e do këtë partnerin, a jemi apo rrim bashkë apo bashkëtojmë sepse duam njëri tjetrin, right? Pse po rri me mua? Pse po më mbam? Pse duhet më mbash mua me pezull me vite të tëra për të qenë unë, domethënë më ke si plan B? Domethënë ti do bashkëtuesja. Për çfarë jemi bashkë? A duhet kaloj patjetër domethënë një marrëdhënie për mua, unë I've been there dhe nuk po flas nga as nga teorit, as nga ku diun dhe fakti që mendoj kështu nuk do të thotë që është kështu, por jam e sigurt që një pjesë e vajzave e gjykojnë kështu, e përjetojnë kështu. Pse drejshin po rri me mua? Për çfarë jemi ne të dy bashkë? Do të më mbash si planin tënd B? Më thuaj që jemi thjesht shok. Hajde bëjmë thjesht seks. Rrim thjesht, nuk i japim njëri tjetrit premtime. Po nëse ne po rrim bashkë për 5 vite, si drejshin ti nuk paske plane për të ardhmen, për vazhdimsinë, sepse nëse do themi jeta nuk duhet marrë kaq seriozisht, pse po lidhemi bashkë? Pse i quajmë veten njëri tjetrin të lidhur? Unë jam shumë dakord, nëse dy njerëz që nuk duan ta marrin kaq shumë seriozisht bëhen bashkë, është super. Është super, e kupton? Po nëse është një person, pyetja ishte, nëse është një person që nuk e merr shumë seriozisht me një person që ta marrë shumë seriozisht, këtu lind problemi. Dhe sado që ti të mundosh ta ndryshosh këtë personin që ke përballë, ky lloj ndryshimi është ndryshim me zor. Dhe ky ndryshim me zor nuk zgjat shumë. Kështu që ti përfundon që do ndahesh me këtë tipin. A mendoni se ndonjëherë mund thuash po nga sikleti? Për shembull, ai ka bërë një ceremoni shumë të madhe. Ti ke menduar thonë si ke bë, ke menduar që ti ke dalë për darkë, ti shef, ai ka lëshu plumbat, literalisht ka plumba që përfluturojnë, që lëshon me kafaz, ka violin, ka marrë shtëpisë tënde që jetojnë jashtë, ka marrë shoqet e 9 vjeçare që i ka gjetë në Facebook te foto. Po e ka bë të madhe, aq të madhe. Do thoya po nga sikleti? Ose me gjithë ata njerëz, absolutisht. Do thoya po nga sikleti, do ndahesh atë nesër. Ai ka marrë shoqet. Po do thoya po nga sikleti, po s'do thoya. E pastaj e kuptova, pa ne thash pyet aty. Ka marrë shoqet që ti ke foton në Facebook në 2009 që ke qenë, domethënë, dhe i shef të gjitha aty dhe ndërkohë ti ke shkuar ta takosh që të thosh do ndahesh. Do ndi ke shkuar ti thosh që kjo gjë nuk funksionon, se nuk e shoh jetën me ty, edhe ai thjesht bën këtë edhe vin këto mariaçit me kështu edhe mendoj që po, e thua nga sikleti tani. E thua nga sikleti. Si ndahesh masi i thu po, se kjo është pyetja interesante. Tani që po e mendoj, më kapi një siklet. Imagjino, domethënë ti të ke shkuar në vërtet atje. Ti të ke shkuar
shkuar dhe vërtet atje për t'i thënë që shiko se mendoj që duhet të marrim pak kohë dhe ai ndërkohë që ulet në gjuhën propozon Po mirë që ulet në gjuhën, po deri një show shumë i madh, domethënë dalin dhe mariachi me mustaqe, zot regjisor pse shtremnon Turinin. Jo, më ideja edhe në rastet kur ti nuk i thua se do ndash, po thjesht kur ti nuk je gati, prap ti thua po nga sikleti se më megli. A mund të thosh Ço drejt dhe pranaj po ndajmë. Sa kemi sot koncert? Ai, po ço drejt dhe pranaj po ndajmë se se për asnjë gjë. Edhe gjithë qetësi dhe puna që vdesin. Pa zotin. Ai çfarë? Ço se të dua aq shumë sa që nuk rri dot pa ty. Po. Pse duhet dikush të kjo imagjinati ishte, po pse duhet dikush të propozoj duke marr mamën dhe babën tënd aty njerëzit, do ishte propozimeve në botë. Marrin ndoshta është ato dhëndrat e ëndrave që të shpisë duan më shumë se ty në një pikë në kohë. Është aq i mirë. Tani ti duket. Tani për ta mbyllur, në fund kemi një letër nga një gocë, sepse unë ju luta shumë që ne ta bënim telefonat, këtë sepse ishte një histori shumë e lezetshme, por ajo nuk pranoi sepse edhe pse i thash do të ndryshojmë zërin etj, e kishte më shumë siklet sepse kishte një detaj aty që është shumë i sikletshëm. Ka shumë detaje historia, po do doja ta lexoja dhe pastaj më thoni mendimin tuaj. Hajher. Jam 28 vjeç dhe prej 7 vitesh jam në një lidhje. Ai është 33. Është lidhja më e qetë që kam pasur ndonjëherë. Ai është një djalë shumë i mirë, i kuptueshëm, nuk zihemi pothuajse kurrë. Kam takuar familjen e tij, janë njerëz të mirë dhe jam bërë pjesë e tyre. Është një marrëdhënie stabil, pa drama, pa shumë luhatje dhe në sytë të gjithëve dukemi si çifti perfekt. Por prej disa kohësh ai ka filluar të më flasë seriozisht për fëmijë. Më thotë që ndihet gati, që është koha që ne të ndërtojmë familjen tonë. Kjo gjëja më tmerron, sepse unë nuk ndihem gati. Nuk e di pse, nuk është se nuk dua kurrë të bëj fëmijë, ndjej thjesht që tani nuk është momenti. Por për këtë nuk arrit ta them dot. Kam frikë se nuk do të ma kuptonte. Kam frikë se do dyshonte tek unë, do fillonte të mendonte gjëra të paqëna që nuk e dua mjaftueshëm ose që nuk po shoh të ardhmen me të. Nga ana tjetër, unë nuk dua as ta humbas sepse nuk e mendoj dot jetën time pa të. Kemi kaluar 7 vite bashkë. Prandaj, pa e ditur ai, kam filluar të pi kontraceptiv fshehurazi. Ndonjëherë ndjej faj sikur po e tradhtoj. Jo me një person tjetër, por po i tradhtoj besimin. Për çdo herë që më flet për ëndrrën e tij për të qenë baba, unë thjesht i buzëqesh dhe i ndryshoj muhabetin. Dhe shpresoj shumë që një ditë të jem gati, por e di që sot nuk dua. Shoqë ndau bëjnë dera ti çunit. Sa rrallë është të dëgjosh një mashkull që ka dëshirë të jetë baba dhe mezi po pret. Ose pra kjo është tmerr, Ose më duket më absurde që dëgjosh një mashkull dhe dëgjon më gjatë bë mishi mezi pres të bën baba. Mos i guzon kjo femër. Ne nuk kemi këtu për gjykuar, absolutisht, sepse si ty mund të ketë vajza të tjera plot sa të duash. E qa ma habit mua në truin tim, ti kur e një person kalon 1-2 vite, ata kishin 8 vite bashk, 7 vite bashk. Robi bën 2 muhabete, kur e ke ndërmend të duash fëmijë? Shiko, për te kësaj. Bën, dhe mo ke muhabit tani, pi kontraceptiv, kjo është tradhti, është për mua është tradhti. Është më keq, më shumë shpifur, është më gjesti shpifur. Shiko, ka një gjë. Unë e thash sepse dua të tregojmë shumë e kujdesshme se unë fola në djem, edhe e kishte më shumë siklet siç e thash, dhe nuk është një histori që e do ta tregonte kushdo, sidomos faktin që po pi kontraceptiv fshehurazi nga burri vet, i dashuri vet. Por unë dua të jem shumë e kujdesshme kur them që ti nuk e do atë. Ti do, po të lexosh në rreshtat e asaj letre që ke shkruar, ti thua që ai është djalë shumë i mirë, që ti ndihesh rehat, që ju të dy nuk ziheni, pra e përshkruan marrëdhënien tënde fiks sikur jeni 2 shokë të ngushtë, sepse ju ashtu jeni bërë, jeni kthyer në 2 shokë të ngushtë. Dhe më bëhet mishi kështu kur flas, por realisht si shoqja shoqes, unë them që ti nuk e do atë djalin, dhe kur e tha Gjesi, unë mendoj që realisht ti për t'i bërë vetes tënde nder në radhë të parë, po edhe për t'i bërë nder atij djalit, duhet të ndahesh. Është shumë e thjeshtë kur e themi ne, po merr kohën tënde, sepse ju jeni kthyer në 2 shokë të ngushtë. Dhe nëse ty nuk e ndjen në stomak, pra është ajo ndjesia që ne gocat e kemi në stomak. Fiks janë kthyer ata, po fakti që ajo se ka komunikuar dot me partnerin e saj, faktin që ajo nuk do një fëmijë dhe vendos ta bëjë gjë pas shpine, më duket shumë e shpifur, nuk e di. Unë mendoj që
Ajo duhet që ta flasi atë gjëm. Po ç'do flas, do të thotë që kanë pi kontraceptiv pas pinës tënde, ça? Këtë thjesht të thotë Jo, që nuk duhet ja thot atë në fakt. se ajo është çik do t'ja shkatrojë edhe aty se na herë ne mendojmë të themi disa gjëra, po i themi në mënyrë shumë egoiste për t'i hequr barë nga vetja jon. Po aty mashkulli i shkatron shumë emocione nëse ti thon kam këtë kohë që marr kontraceptiv në qeftas që mos ngel shtatzan me ty. Se fillon e kap dy fish. Ti mendoj që përderisa keni kohë bashkë dhe e konsideron si person, duhet i flasësh si Ora ka një gjë, se unë realisht u tregova pak e shpejt edhe e gjykova si gjë. Nëse një femër nuk është gati të bëhet nën, është shumë okay. Edhe Patjetër. por thjesht ta kishe komunikuar më motor. Thjesht më duhet shumë gjithë shpifur që ajo ndorron që të bëhet baba dhe tipi kontraceptiv. Ka një problem. Ndoshta ajo ka menduar që, domethënë ajo nuk thot nuk e mendoj kur të bëj fëmijë, që ti thua ta s'dua, kishe tha, komunikuar që në fillim se si do shkonin gjërat, sepse ti gjithë nuk mund të thosh unë 28 vjeç do bëj fëmijën e parë, se nuk funksionon ashtu. Mirë, po prap e ka në plane. Unë mendoj që këtu ka një problem më të madh, që është ajo që thash. Po të lexosh në rreshta, ajo thotë që unë e dua dhe nuk e mendoj kur ndarjen nga ai. Po prap e Dhe do. kjo është të kesh frikë nga pasiguria që të sjellë ardhmja, sepse ti ke frikë të mendosh ndarjen nga ai, sepse je rehat. Dhe në momentin që je rehat me këtë njeriu, ti nuk mendon dot as ndarjen, nuk mendon dot as si mund të ishte jeta jote pa këtë njeriu, po jo sepse ti do shumë këtë njeriu. Ti këtë njeriu e do shumë, po e do si shok të ngushtë dhe më beso, di pse ta them, e do si shok të ngushtë, por nuk e do si atë njeriu që shef jetën tënde me të, sepse ti duhet i bësh një pyetje vetes tënde. A e shoh unë jetën time, a shoh të plake me këtë njeriu? Dhe nëse ti direkt thua po, instinkti yt të thot po, atëherë po unë nuk mendoj që ky është rasti, sepse thot kam frikë, nuk e mendoj jetën time pa atë. Nuk është se nuk e mendon jetën pa atë se. Me vërtet nuk e mendon pa atë, dhe ajo ndoshta po pi ti kontraceptiv thjesht për momentin. Derisa ti mbushet mendja, ndoshta nuk e di po bëj avokatin e djallit në këtë pikë. Nuk e di, unë ta thash këto që fola tani janë realisht shumë të ndjera dhe njësoj se do ja thoja për shembull shoqes time ngushtë apo motrës time. Bëj një nder vetes dhe rimendoje marrëdhënien sepse nuk je as shumë e madhe, 28 vjeç e ke jetën përpara, e di që mund të trembi ideja që tani ti futem dating life normal të direkt. Normal të tremb. Po imagjino të trembi të jesh 65 vjeç dhe të thuash po sikur të isha ndar. 65 vjeç që ka kalu. Ti 65 vjeç të kanë kaluar sa vite? 15 vjet. Unë realisht mendoj që edhe gocat, po edhe çunat, ose settle down, ose janë gati kur janë shumë të rinj, ose kur janë 30 e pak. Dhe ajo goca është atë lloj kufiri, mendoj unë. Ka këtë presionin që tha Megli. Po pra, është në kufirin që është ai presioni që ti u ndave tash, dhe është përveç presion shoqëror dhe presioni vetjak, që ti bën vetes ato gjë, unë dikë që ta kaloj jetën më mirë se ky që kisha. Ti nuk mund ta kalosh. Është frikë kjo brenda vetes. Ti nuk mund ta kalosh jetën me frikë. Si 22, 28. Kjo frika ty mund të pengoj nga të gjeturit e dashurisë së vërtetë jetës tënde. Jo, nuk e gjen kurrë të rri beqare, pastaj dhe po më mirë të rish beqare. Ti s'mund nisesh të gjes thush që ato ta gjej një person që të kaloj jetën. Ideja është ne të vogla kemi ndërruar për atë princin e katërt që ta donim. Domethënë, a do kishim ne atë ndriçimin e syve dhe nuk mund të kalojmë ne nga ëndra e ndriçimit të syve dhe të pasurit një partner që ta duam në ta kaloj kam frikë ta kaloj jetën vetëm. Është një dallim shumë i madh. Po kjo nuk është ai po tradhton dhe kjo po rri akoma me të. Këtu unë e dua, po mënyra se si e do, mënyra se si e do, ajo është ndryshe. Jo, ti nuk e do një njeri nëse ti thjesht do idenë të qenurit e sigurt me të. Ti një njeri o e do me gjithë qenien tënde dhe ku diun e mendon të ardhmen me të. Jo. Vite e lidhur, po mas sot vitesh ndoshta ti thjesht e do sepse ai të respekton, jeni të qetë bashk, ti mund të presësh që mas sot vitesh. Jo, refuzoj ta mendoj kështu sepse njoh njerëz që kanë dashuria pasionante mund të venitet ngel. Po jo dashuria për njëri tjetrin. Dhe ti e do si individ, nuk mendoj që jeni dashur. Jam shumë kundra kontraceptive. Këtë e thashën fillim fare. Në këtë rast, për nëse ju jeni në një marrëdhënie dhe po ndoshta pas sot vitesh robi bie në një zonë komforti. Pikërisht ky është një alert shumë i madh për të filluar për ta menduar a dua të jem realisht me këtë njeriu apo dua thjesht sigurinë dhe rehatin që kam me këtë qenurit me këtë. Tjetër, janë 7 vite prapë me tjetrin edhe ç'do bësh. Edhe çfarë do të thotë kjo? Faktikisht një fëmijë nëse silmi vërtet gati. Po vërtet kjo është shumë e çon për terapi pastaj kur triten sepse lindën pa dashje. Un jam kundër absolutisht, është shumë e gabuar fakti që ti ke pirë kontraceptiv pa i treguar, po jam absolutisht pro të mos bërit fëmijë sepse ti nuk ndihesh për fëmijë. Një fëmijë nuk bëhet se do të lidhi ty me partnerin siç bëjnë shumica e grave dhe burrave. A mund të bëj një batutë? A mund të bëj një batutë? Po. Më qafsh mua.
Me thënë se është me nu çuni shkret, pse nuk Ato më pse nuk po I punon gjithë të kohë. Kur tash dramatizuar. Thuja. Jo, imagjino Jo, se më thënë, jo thua, po se unë nxitova se. Sa mua kishte që pinte kjo kontraceptiv? Ka shumë kohë që kur tentojnë që ai ka thënë Të me thënë, ai ndoshta I shkreti mund të ketë shku te doktori, më qeftas për ta pyet. Ma tha gjuna. Punon, a ja mund problemi, a është ajo Sa gjuna. problemi. Kështu që ndoshta jo mos I thuaj që po pi kontraceptiv, thjesht thuaj që bisedo që nuk e gati. Pa, bisedo që nuk e gati dhe ndoshta thuaj që unë nuk kanë qenë ditët e dura, ti je okay. Unë fjalën time E paska stil me horoskop kinez që nuk isha në djeni. Unë fjalën time për këtë historinë e thash dhe realisht mendoj që duhet të rimendoj nëse do që të jetë me atë vërtet apo jo, sepse është shumë e çuditshme mënyra si jo çuditshme, shumë realiste se unë kam dëgjuar histori tjera. Bëni asgjë që nuk doni, nëse nuk e ndjeni mjaftueshëm plotësisht brenda vetes tuaj, jeni gati për një hap më shumë. Mendoj që u bëm shumë filozofe, po kjo është një temë shumë e bukur që ka shumë për të folur dhe ne do na duhet në të tilla tema të kishim edhe një terapiste ose një mendim të një njeriu pak më terapist kanë hequr dorë nga ne. Po të Dalina show, po. Mendoj këto tema të trajtojmë bashkë me Dalinën të Kolltuku saj. Dhe të treja atje psikologët e Dalina që thotë, Po, tani për fund kam një kërkesë shumë realiste. Ju kanë shkruar goca, ju e keni parë, kanë shkruar goca në Instagram. Goca trajtoni tema të tjera, duam tema më të forta, bëni këtë, bëni atë. na I thoni o vlla. Jo, tani un kam një pyetje për ju. Na I thoni, patjetër që na I thoni. Po këtë program nuk e bëjmë vetëm ne të treja. Këtë program e bëni ju me historitë tuaja dhe me ato që ndani me ne. Nëse ju nuk na shkruani dhe nuk na tregoni dhe nuk na trajtoni ne si shoqet tuaja, ky program do vdes. Domethënë do vdes. Kështu që kemi nevojë që të jeni sa më reale me ne dhe të mos ndiheni as të gjykuar as të paragjykuar sepse qartazi ju tregoni historitë. Ne jemi këtu për ju. Na shkruani në Instagram edhe ne do donim shumë që ta kishim dhe në telefonata këto historitë sepse më besoni ka një impakt aq të madh. Sepse ka goca të sekret. Ore ju po deshë të hajeni dhe këtu. Ka absolutisht edhe këtu. Mund t'ju ulim të pini diçka, një lejthiza këtu me ne. Ka shumë goca, më besoni që një histori që ndani ju, ka shumë goca të tjera që mund të gjejnë veten dhe bëni një ndryshim shumë të madh duke ndarë me ne këtë historinë, kështu që lutem, na shkruani në Instagram për temat që ne trajtojmë dhe na thoni tema. Sekreti juaj është I fshet me ne. A mund të marrim edhe pak kohë? Që ti përshëndesim gocat e vogla që kanë nisur shkollën, edhe gocat e vogla? Gocat e vogla që kanë nisur shkollën, se e meritojnë për krajën që kanë bërë. Ato që na kanë bërë ditë. Po, faleminderit shumë, edhe ju jeni shumë të mira. Edhe ai uinku Xhesit ishte. Xhesi është pak e ftohtë si një virgjëresh, po dhe Xhesi ju do dhe ju vlerëson shumë. Ne ju duam shumë dhe shumë faleminderit, por kemi edhe një këshill. Rini në shkollë dhe fokusoheni mësimeve se student. Ka kohë për pa manual për ju. Ju përqafojmë? Paçi në episodin e radhës. Ándale.